Sa herë kemi dëgjuar zërin e nga shëryer të Qamilit të vogël, që me drithërimen në zë i këndonte një djali të mirë me emrin Regj. Sa herë është ndalur zemra për një qast kur dëgjonim se e mbyti Kali ditën e dasmës. Por a ishte vërtet Kali? A është kjo këngë më shumë se sa një rrëfim i thjesht popullor? A mos fshihet një krim pas kësaj kënge, një krim i heshtur, i fshehur, i maskuar nga koha e nga frika? Nëse keni besuar gjithmonë se Regjën e mbyti Kali, atëherë përgatituni të dëgjoni një të vërtet që do t'ju trondit, sepse kjo nuk është thjesht një këngë, por një plag që këndon. Para se të nisim këtë histori që do t'ju lërë pa fjalë, ju ftoj të bëni një like videos dhe të abonoheni në kanalin Histori Epike, aty ku e kaluar Arilind me gjithë fuqinë e saj. Nëse e doni historinë shqiptare dhe rrëfimet që s'ju tregojnë në libra, këtu është vendi juaj. Demir Krasniqi, një nga rapsodët më të njohur shqiptar, rrëfen se kjo këngë është treguar nga vetë Qamili i vogël, familja e së cilit kishin ardhur në Gjakov nga Medvegja, vendi ku ndodhi kjo tragjedi, dhe versioni i tij është krejt tjetër. Ngjarja sipas tij nuk ndodhi në mënyrë aksidentale, por në mënyrë të paramentuar. Në fshatin Stubël, afër Medvegjës, aty u luaj drama që për më shumë se 140 vjet u kthye në legjendë, këngë dhe mister. Edhe shkrimtari Sokol Demaku në romanin e tij të fuqishëm dhe prekës jep zë kësaj historie që për dekada u la nën hije. Ai nuk e pranon versionin zyrtar, ai nuk e pranon heshtjen. Ai kërkon të nxjerrë të vërtetën në dritë, me fjalë që djegin, me faqe që drithërojnë, me vargje që thërasin për drejtësi. Jo, Regja nuk u vran nga Kali. Ai u vran nga njerëzit që duhej ta mbronin më shumë. Ai u vra nga gjaku i tij, nga xhaxhai. Në qendër të kësaj historie janë dy vëllezër. Qazimi, i madhi, me gruan Mihanën dhe fëmijët e tij. Dhe Ferati, i vogli, me nusën Shahen dhe djalin e tyre të vetëm, Regjën, që në atë kohë ishte veç 2 vjeç. Ata punonin tokën së bashku, nuk i ndante asgjë, i bashkonte gjithçka. Por jeta ka mënyrën e saj për të ndarë njerëzit. Papritur, Ferati vdes nga një sëmundje e zemrës. Tragjedia mbulon fshatin si një re e zezë. Nusja mbetet e ve, djali i saj jetim. Shaha kishte 2 mundësi: të martohej për dikë të familjes apo të largohej dhe ta linte djalin aty. Ajo deklaroi se nuk dëshiron të martohet përsëri. Nuk do që të largohet nga ajo shtëpi ku kishte ardhur nuse dhe kishte lindur djalin. Ajo dëshironte të qëndronte aty dhe t'i përkushtohej rritjes së birit të saj të vetëm, Regjës. Por kjo nuk ishte diçka e pranueshme për atë kohë. Qazimi, në dukje si një kunat i mirë, e merr në mbrojtje, por çka ndodhi më vonë? Pas disa javësh, Qazimi në bashkërendim me familjen e Shahes vendos që të martohet me nusën e të vëllait të ndjerë. Kështu e donte zakoni, kështu e bënte edhe për të ruajtur nderin dhe pronën. Por martesa nuk kishte dashuri. Ajo ishte plan, ishte për llogaritje. Mihania, gruaja e parë e Qazimit, shndrohet në një hije të zezë brenda shtëpisë. Ajo i bën jetën të pamundur Shahes e urdhëron burrin e saj të mos i afrohet. Ajo nuk donte që Regja të kishte asnjë të drejtë, asnjë vëlla, asnjë trashëgimi. Dhe kështu një ide e errët lind në shpirtin e dyfisht të Qazimit dhe Mihanës. Të heqin qafe djalin, që prona të mos ndahet, që ajo tokë, ajo bagëti, ajo shtëpi, të mbetet vetëm për djemtë e Mihanës.
Siç thotë edhe fjala e urtë, burri është koka e shtëpisë, por gruaja është qafa që e kthen kokën nga të doj. Kështu ishte edhe në këtë rast. Qëllimi i keq ishte pjell e të dyve, ata vetëm sa prisnin në rastin ta zbatonin. Çfarë ndodhi më pas? Si erdhi nata e dhëndërisë së Regjës? Si përfundoi ai në grazhd, pa jetë, i pafajshëm? Regja rritej e borërohej, fshati e admironin, ai ishte ndër djemtë më të përmendur në fshat e Krahin. Qazimi pas këmbënguljes së shahes, vendosi që ta fejonte dhe më pas ta martonte Regjën. Erdhi koha, dasma u bë, tupana të binin. Qefi ndizte Krahinën, e të gjithë shikonin me admirim dhëndrin Regjën, djaloshin që kishte rritur emër për burrëri e ndershmëri. Nusja Feridja sapo kishte mbërritur në shtëpi. Fshati gumëzhinte nga hareja, këngët nuk pushonin, por mes gjithë këtij gëzimi, tinëzisht hija e zezë e krimit ishte ngjizur. Nga një cep i oborrit fshehurazi, Regja vështronte nusën e tij. Nuk e kishte parë ende përballë, nuk kishin shkëmbyer ende fjalë. Zemra i rrihte fort nga emocionet e një fillimi të ri. Aty afër Qazimi, xhaxhai që e rriti, e kërkoi me zë të prerë. Hajde Regj, se duhen ushqyer kuajt e krushqeve. Një kërkesë e çuditshme për një dhëndër në ditën e tij të madhe, por Regja nuk e kundërshtoi. Kish besim, ishte i pastër, nuk e njihte ligësinë që po ziente përreth. Shkrimtari Sokoldemakun ngre një pyetje therrëse. Pse pikërisht atë ditë duhej të merrej Regja me kuajt, kur kishte dje me burra sa të duash në obor? A thua një dhëndër duhej të shkojë në grazhd, në vend që të qëndrojë me miqtë e tij? Por ajo që ndodhi atje, në sallën e kuajve, do të mbetej përgjithmonë e gdhendur si tragjedi në memorien e Krahinës. Regja e pa xhaxhain e vet të dashur Qazimin të nxirr në fytyrë, pa ngjyrë si të vdekur për brenda. U habit, e mendoi si shenjë lodhjeje nga përgatitjet e dasmës. Por nuk ishte lodhje, ishte urrejtje, ishte zili, ishte një plan i errët. Në qastin më të papritur Qazimi e goditi Regjen me kazmë mu në ball. Djali rapa ndjenja në grazhd, mes kuajve, i përgjakur, i vdekur, e aty e la, i qetë pa u dritur fare. Qazimi doli nga salla dhe u drejtua për në odën e mysafirëve, si të mos kishte ndodhur asgjë. As qehrën nuk e ndërroi, ishte mësuar me errësirën e shpirtit të vet. Në mes të darkës njerëzit nisën të kërkonin dhëndrin. Askund nuk po gjendej. Filluan britmat, thirrjet, shqetësimi. Nuk ndodhte kjo çdo ditë që një dhëndër të zhdukej nga dasma e tij, e ndërpren darkën. Të gjithë u ngritën për ta kërkuar, edhe vetë Qazimi mjeshtërisht bëhej sikur kërkonte, duke luajtur rolin e të tronditurit. Dhe pastaj, si në skenarin e një aktori tinzar, u dëgjua zëri i tij. O Zot, që na pas ka ndodhur, e janë i shpejt, vrapuan të gjithë drejt sallës së kuajve. Aty, në grazhd, gjetën trupin e pajet të Regjës. Sigurisht, tha Qazimi me zë të thyer, ka ardhur të ushqej kuajt dhe ndonjë e ka goditur në ball. Kali, ndoshta, o Zot, çfarë fatkeqësie. Por Kali nuk vret. Kali është miku i njeriut. Kali nuk ngresh qelm për të vrarë atë që i sjell ushqim. Fshati ra në heshtje, kënga u shua, ahenku u ndërpre, mort në vend të dasmës, lot në vend të hareve. E nëna e shkret, shaha, ra për dhe. Ajo e dinte, e ndjente, instikti i nënës nuk gabon. Djali i saj nuk kishte vdekur nga Kali, ai ishte vrarë, dhe ajo e dinte kush e kishte bërë, Qazimi, xhaxhai, vëllai i të ndjerit burr të saj, Feratit.
por nuk guxonte të fliste. Kush do ta besonte një grua në atë kohë? Kush do të guxonte të akuzonte një burr të pashëm, një mikpritës dasme, një njeri me emër si Qazimi? E heshtur, e shuar, Shaha i mblodhi vuajtjet brenda vetës. Ja morën jetimin që me aq mund e rriti. Dhe ndërsa të gjithë e mallkonin Kalin, ajo e dinte që mallkimi duhej të shkonte gjetkë. Ishte Shaha me fillim dyshuese dhe çdo qast e më e bindur se shkak për vdekjen e birit të saj të dashur, të vetmit të saj, nuk ishte goditja e Kalit, por vetë Qazimi. Autorët e morën me vete krimin. Sa ishin ata gjallë, askush nuk dyshoi dhe nuk u ngarkoi atë akt mizor, kriminal dhe gjaksor. Vetëm pas vdekjes së Qazimit dhe Mihanës, Shaha e rrëfeu me vërtetësi e detaje ngjarjen. Rrëfeu shkaktarin e vërtetë të vdekjes së birit të saj të vetëm e të shtrenjtë, Regjës. Tregoi gjithçka. Tregoi se si u helmua jeta e saj nga ditët kur vdeq burri Ferrati. Si ajo e lig Mihania, mbolli urrejtje, si Qazimi ushqeu zili dhe si kjo zili e qoi në vrasjen e nipit të tij, të dritës së syve të saj, Regjës. Kjo ishte historia tragjike e Regjës, një djaloshi që e vrau Zilia e jo fati. Tani dua të dëgjoj mendimin tuaj. A besoni se zilia në familje është më e rrezikshme se armiku jashtë shtëpisë? Shkruani në komente mendimin tuaj, sepse çdo koment nga ju jep zë historisë sonë të përbashkët. Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.